Unë i kam hyrë kësaj betejë dhe çoj deri në fund. Në rast se këta nuk i hapin kutitë. Në rast se nuk ta nuk i hapin. O i ndrit po fol me mua, ti nuk e ke me mua, ndërkohë më thuaj mua pas. Po mleta mbaroj burr, po s'kam marr punë me asnjë parti, unë do të shkoj drejtës deri në fund. Kjo është e drejta dhe e vërteta ime, do të shkoj deri në fund. Në rast se këta mbyllin syt para vjedhjes, siç i kanë mbyllur syt tani, që do t'i hapshin të gjitha kutitë, apo jo, do t'i hapshin të gjitha kutitë, sigurisht që do shkohet në SPAK, se s'kam rrugë tjetër. Dispozita thot. Rrugë tjetër nuk ka, ose do fitojnë kolegji zgjedhor, nuk mund ta paragjykoj, po me këtë standard që mbajti sot. Kolegji zgjedhor, un jam shumë dyshues edhe për kolegjin zgjedhor, se mbajti standard shumë dobët sot. Ata janë gjyqtar. Ata duhet ngrihen mbi interesat personale edhe me një kod zgjedhor shumë dobët që kanë bërë ata. Ky kodi zgjedhor do ndryshoj. Do ndryshoj, po ta them. Po pra do ndryshoj. Atëherë këta çfarë do zbatojnë? Kodin e Ramës. Pra këta janë gjyqtar, këta duhet mbajnë standard. I ka vetë. Se ne po shkojmë atje dhe kemi shumë besim te gjyqtarët, prandaj jemi drejtu kolegjit zgjedhor dhe marrin këto vendimarrje skandaloze ata. Po shturpi zotit të burr. Se kam edhe me SPAK-un. Edhe SPAK-u ka qenë shumë skandaloz. Në përvendet të ndryshme të Europës i bën Ministria e Brendshme. Po të gjejmë atje te. Edhe SPAK-u ka qenë cop-cop. Më shpjegoj pak dispozita shumë e thjeshtë. Thot, ka si merr vendim pas kërkesës nga partitë politike që kërkojnë rihapjen e kutive të votimit, qofse ka prova dhe janë të dokumentuara në lidhje me parregullësitë të mundshme. Tani, Auloni ka thënë kam quar për këtë kuti, për këtë kuti. Si pas logjikës, edhe herë, ishte administrata KQZ-s që majti votat, nuk i majti Auloni. Auloni i çoi vetëm video. Videot nuk i shpika unë, videot i mora nga KQZ-ja. Pra, i kam dhënë ata prova. Administrata majti shënim. Dhe ishte administrata që tha aty Aulonit janë marrë vota, nuk e tha Auloni. Pra, ç'a prove do moti? Unë se di ç'a prove si. Si rregull do të çosh 580 video, një video për çdo kuti. Shumë mirë. Atëra ta them unë. Tani këtë jam duke të thënë. Po pra, kjo nuk bëhet. Ka si tani dhe dy ata. Sepse nuk e di. Po jo ta them unë. Ta them unë. Ty të penalizon ligji. Po ta them unë një sekond. Komisioni qendror i zgjedhjeve ju deshën 15 ditë me shpall tabelën përfundimtare të Durrësit. Më fal ta mbaroj. Që do të thotë, me gjitha të trup që ka aty, punonjësit e vetë, me gjithë njerëzit që kanë numëruar, partitë politike ju deshën 15 ditë. Ai ligji është përmosonkuar ose 580 kuti që t'i bëjnë mërna 5 ditëve. Ora, po është normale kjo?